Partia Socialiste e Opozitës hodhi sot poshtë ngritjen e Komisionit Hetimor për zgjedhjet sipas votimit të Parlamentit të premten, duke e quajtur atë një vendim të paligjshëm dhe të dhunshëm. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste tha se vendimi i Parlamentit për të miratuar nismën ligjore për Komisionin Hetimor të Opozitës, kur kjo e fundit e tërhoqi propozimin, ishte ligjërisht i paqen. Spikeria e Kuvendit e pranoi tërheqjen tonë nga iniciativa ligjore, por me një nismë totalisht personale, të palishme dhe të shprehur pas një sens etik, e hodhi në votim iniciativën për ngritjen e Komisionit Hetimor Parlamentar, duke ngritur praktikisht një komision që ligjërisht është inekzistent. Deputetja Vasilika Hysi deklaroi pas mbledhjes së grupit parlamentar socialist se ky veprim i njëanshëm i shumicës jo vetëm nuk e zgjidhi krizën, por e thelloi më tej atë. Grupi parlamentar socialist i bën apel miqve e partnerëve ndërkombëtar për të marrë në konsiderat faktin shumë shqetësues se zgjidhja që u dha prej pushtetit të premte në darkë jo vetëm nuk po e zgjidh, por e thellon krizën, por dhe bie ndesh thelbësisht me përpjekjet e tyre për një zgjidhje kompromisi bazuar mbi kushtetutën dhe transparencën. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka vendosur të kërkojë pa u ndalur transparencën e zgjedhjeve të qershorit, duke besuar se kjo do të kurojë institucionet demokratike shqiptare nga një seri problemesh. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste do të mbrojë kauzën e popullit opozitar për transparencë, duke qenë bashkë me popullin në përpjekjet për lirinë e votës dhe të drejtën e transparencës. Parlamenti zhvilloi të njëjtën dhe të premten një seancë të tezë zgjatur plenare për të diskutuar nismën ligjore të opozitës për hetimin e zgjedhjeve të kaluara. Pas diskutimeve 2 ditore në parlament, në fund grupi socialiste tërhoqi nismën e vet ligjore për të ngritur një komision hetimor parlamentar mbi zgjedhjet e kaluara, por shumica e djathtë e shpalli atë si të vetin dhe votoi pro ngritjes së këtij komisioni. Shumica dhe opozita në Shqipëri po debatojnë prej muajsh për thellësinë e hetimit të zgjedhjeve të kaluara. Opozita kërkon shqyrtimin e të gjithë materialeve zgjedhore, ndërsa shumica të vetëm disa pretendimeve mbi të cilat ka fakte konkrete. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.